Gruaja I përngjan ndërtesës. Gruaja para martesës mbështetet mbi shtylla të shumta në jetën e saj. Shtylla e parë mundet të jetë familja e saj. Shtylla e dytë mundet të jenë shoqet e saj. Shtylla e tretë të jenë studimet apo puna e saj. Dhe shtylla e katërt të jenë aktivitetet e saj. Ekziston edhe një shtyllë tjetër. Ajo është shtylla e fesë dhe shtylla e shpirtit. E sheh atë të lumtur në jetën e saj, e mbështetur mbi të gjitha ato shtylla, ku nëpërmjet tyre e ngrit vetveten dhe e bën të lumtur. Mirëpo pas martese I largon të gjitha këto shtylla që ta vendos vetëm se një shtyllë, e ajo është burri I saj. Mirëpo, a keni dëgjuar se është ngritur një ndërtesë vetëm se mbi një shtyllë? Kjo grua tërkohën e saj e kalon në parehati dhe pasiguri, për arsye se është mbështetur vetëm se mbi një shtyllë. Nëse burri e divorcon apo e neglizhon, apo nuk e respekton, e sheh të thyer dhe të mërzitur. Kjo është krejtësisht normale. Shtylla mbi të cilën është mbështetur ka ikur nga ajo apo një pjesë e asaj shtylle është bërë e tjetërkujt. Prandaj le të jetë burri yt vetëm se një shtojcë e bukur e jetës tënde, ku me të së bashku do të jetosh qaste të lumtura shtojcë, duke I ruajtur edhe shtyllat e tjera në jetën tënde. Baraspeshoj gjërat, më të mirat dhe më të drejtat nga to janë të mesmet. Bëje veten të lumtur derisa të kesh mundësi të I bësh të lumtur edhe ata që I ke përreth. Jeta është më e madhe se sa të përkufizosh vetëm se në burr.